janë veprime shumë të rrezikshme dhe besoj se ky grupim radikal tani në moment të reagimin e dytë të ambasadës SBA është dëshmuar se janë shndruar në rrezikun më të madh për Kosovën. Zoti Berisha nga ana tjetër duket tashmë pra ashtu si e thatë se Kosova është disi e izoluar kjo për shkak të veprimeve të qeverisë Albin Kurtit dhe nga ana tjetër duke pasur edhe pasojat nga ana e Shtetet Bashkuara të Amerikës. Përpyetja ime është se a mundet që edhe Bashkimi Evropian pra tashmë mbas këtyre vendimeve të SBA-s të vendos masa të ngjashme ndaj Kosovës që mund të sjellin këto edhe pasoja të tjera? Shife, masat e sankcionuese të Bashkimit Evropian janë aty. Ju keni pasë, ne s'kemi levru asnjë fondacion që japet nga mekanizmat e tij për Kosovën. Gjatë legjislaturës kaluar ne nuk i votuam shumicën e marrëveshjeve ndërkombëtare me qëllim që t'i bënim presion që të ulet, dialogojmë me opozitën dhe të gjenim zgjidhje për dalë nga krizat që krijonte. Mirë po, ky nuk e bëri. Ka fundi i kësaj legjislature ky provoi ta interpretonte si sjellje e opozitës që s'po lejon të lavrohen mjetët financiare që po japin mekanizmat e ndryshme ndërkombëtar për rregullim të jetës në fushat e ndryshme ku destinuosh. Dhe ne e tejkaluam vetveten dhe nuk ja lam këtë tagër në dorë, këtë adut në dorë dhe i votuam ato për të mirë të Kosovës, por çfarë ndodhi? Kosova nuk merr fondacione për zhvillim nga asnjë mekanizëm ndërkombëtar, është në masa sankcionuese. Ata luajtën me lojën e antarësimit të Këshillit të Evropës. Ja di herë mirë për OS nga mendja, nga ëndra shqiptarëve, se nuk mund të integrohem derisa jemi në masa sankcionuese me Serbinë. Se nuk mund të integrohem derisa s'kem dialog përmbyllur me Serbinë nga Evropa, më falni, për sanksione. Dhe se e dyta nuk mund të integrohemi derisa s'kem kufi të definuar shtetit me Serbinë. Pra jemi ende pa e përmbyll demarkimin. Dhe këtu janë pastaj çfarë ishte kjo e Këshillit të Evropës? Vetëm një pretekst për ta implementuar një vendim me mjadhon kishës serbe të çani 25.000 hektar tokë. Ka që arret me këtë lëvizje. Të gjitha tjetë kanë qenë farës dhe janë iluzione dhe improvizime që përbëjnë ta me ato letat kishë përqujmë në aplikimin BE, NATO këta dyne. Pra lajnë të këtu ka një proces politik, shefe ku është Shqipëria, tek e planifikon 30-ën, na bënim kërkesa për antarësime ad hoc. Pra këto janë këtë lojra që po luhen me popullin, po shiten të. Çfarë është rëndësishme, tash tek izolimi i madh. Izolimi i madh ndodhi me ndërprerjen e dialogut strategjik. Këta munduan ta mohojnë, nuk ka pas asnjë traktat në nënshkruar të ratifikuar kuran. Është vërtet, por dialogu ka ekzistuar sepse janë zhvilluar shumë takime, janë zhvilluar, ka qenë një mekanizëm politik i cili ka funksionuar përmes tryezave, projekteve, ku ta diun ofertave të ndryshme, takimeve të niveleve të ndërkombëtare të larta, etj. Kështu që kjo sjellje tani ka sjell në krizë edhe këtë rrugë komunikimi që e kishim me Washingtonin për ta mbështetur Kosovën në shumë fusha, siç ishin siguria dhe mbrojtja. Ne tani jemi në fazën e krijimit kapacitetet plota operacionale dhe përgatitjes së FSK-s për integrim NATO. Kjo ishte në kuadër të dialogu strategjik. Dialogu strategjik nuk është vetëm komunikim, po janë veprime praktike dhe nuk ka një muaj që këta u mburren që po rivazhdohet, ripërtrihet marrëveshja e bashkëpunimit me SBA-t në fushën e ushtrisë. Pastaj ishte në çështje të ekonomisë dhe investimeve, kishte projekte të mëdha për investimet amerikane në energjinë miniera që Kosova është e njohur, pastaj në çështje teknologjisë, pra dhe për zhvillimin e vendeve të punës të tjera. Pastaj ishte çështja në mbështetjes në qeverisje, në sundimin e ligjit. Ne kemi nisur shumë reforma që s'ja kemi dalë. Një reformë drejtësie dhe kemi mbet peng për shkak të ambicieve partijake. Në arsim dhe në shkencë, po ashtu ka pasur oferta programore dhe mundësi për studentët tonë në institucione arsimore. Imagjino një shembull veç, në West Point shumë shtete, domethënë niveli më i lartë shkollimit amerikan në fushën ushtarake, gjitha shtetet e kanë të limituar numrin, Kosova e ka të hapur. Pra këto janë dëmet që i ka sjell Kosovës edhe në politikën e jashtme duke dëmtuar këtë kanal të institucionalizuar me Washingtonin, por edhe në ekonomi, sepse këto strategji që ishin këto iniciativa ekonomike tani veç ndërprehen, edhe çështjet e sigurisë që lidhen me forcën dhe përgatitjen e saj për integrim NATO, por edhe në strategjitë të çafatgjata që Kosova i ka pritur që nga agjendat prioritare të SBA-ve dhe tani në tërë këtë ndalje është ajo Serbia ajo që përfiton teren dhe që përafrohet edhe me Washingtonin dhe Brukselin, sepse ata luajnë një lojë diplomatike krejt tjetër që ushqejnë këtë plastaritje
që ka shkaktuar Kurti. Por, po shpresoj se përkundër propagandës së asaj qendrës që ka këtë zhvilluar për etiketime, fyrje, njëllosje edhe të institucioneve dhe alatëve tonë kryesor, të ajo lufta që po bëhet për ngritjen e anti-amerikanizmit tani në Kosovë, se kjo është ajo formula me cilën të na kanë çuar deri te relativizimi i raportit me SHO-t, a në fakt kjo është jetik për Kosovën. Nuk mund të ecë Kosova përpara pa aleancën e garantuar edhe të fuqishme me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe pa e ruajtur miqësi me shtetet fqinje siç ishin ato marrëveshjet me Kroacinë, Shqipërinë e të tjera. Zoti Berisha, nga ana tjetër kemi presidentin serb, Aleksandar Vučić, i cili ndihet i kërcënuar nga Kosova, ku thotë se vendi i tij pritet të përballet me sfida gjithnjë e më serioze lidhur me Kosovën. Kjo, thotë ai, për shkak të aleancave të reja ushtarake që po formohen tashmë në rajon. Pyetja ime është se pse Vučić e sheh Kosovën si kërcënim kur është Serbia ajo pra që furnizohet vazhdimisht me armë nga Rusia, por edhe nga Kina. Qengji po pinte ujë poshtë, edhe ujku po pinte ujë më lart në atë lumë. Dhe ujku i tha qengjit po ma turbullon ujë, ta ujë shkon tek qengja. Kjo është formula e përshkrimit të kësaj diplomacisë qesharake të Vučićit për ta përdorur gjithmonë Kosovën si kasus belli për të paraqitur veten viktimë dhe të rrezikuar në Ballkanit. Vërtet aleancat ballkanike, as siç ishte kjo treshja që mund të zgjerohet me Sloveninë, me Bullgarinë e tjera, janë të mira dhe kanë atë, si them, efektin e vet në krijimin e ndjenjes sigurisë dhe fuqisë, se kapacitetet që garantojnë këtë fuqi, këtë siguri. Por çka nëse do të vraponin të gjitha shtetet e Ballkanit dhe gabim që se kanë bërë, të akuzonin Serbinë se po krijohet si një hegemon në mes Ballkanit, në sytë e Evropës, në si them, monitorimin e vazhdueshëm edhe të SBA-ve dhe të NATO-s, si hegemon ushtarak, ekonomik, politik e tjera. Domethënë, të gjitha sistemet raketore që sot ka prodhuar në Rusi nga S-200 deri në 800 i ka marrë Serbia pe atje dhe po i demonstron bashkë këtyre ditëve në përsheshjet e Serbisë. Nga Irani, një proksi i Rusisë, një vend që ka dirigjuar gjitha ato grupe terroriste në përlindjen e mesme, e u përballë edhe me SBA-t, ka marrë vazhdimisht dron, kamikaze të natyrave tjera, dhe ka sjellë Serbi. Pra është armatosur, e ka një buxhet dikun te 4.2 miliardë për ushtri, ndërkohë që Kosova ka buxhetin e shtetit e ka 3.6 miliardë. Pra, kjo është ajo, se thash qengji me ujkun, pretendimi për të paraqitur Kosovën si rrezik për Serbinë. Kosova është një territor që sot edhe serbët, akademikët serbë, që janë ka pak më koshient edhe që ju ka bërë mjaftueshëm kjo farloja me Kosovën serbe, ku ta di ato prallat mesjetare të serbe për Kosovën, dhe e thonë hapur, se Pashalleku i Beogradit, atë që e krijoi Perandoria turke, është zgjeruar sa trefishi i vetë ekzistencës kur ka qenë Pashalleku. Domethënë, është rritur shumë. Dhe Kosova dihet, historia nuk është aq e largë se të mos i kuptojmë se si erdhi deri te ndarja, se si mbeti jashtë, jo vetëm Kosova, po edhe 2/3 e territorëve të Shqipërisë. Dhe mos mendojnë tani po ndërtohet një shoqëri demokratike në Evropë dhe në botë. Dhe kjo demokraci nuk lejon ma diskriminimin e komunitetit shqiptar në për shtetet. Është i vetmi shtet në botë, jo, i vetmi nuk është, është edhe Hungaria njëjtë. Por është Shqipëria që rrethohet me çdo kund me tokë vetën. Edhe Kosova sot rrethohet prapë me tokë vetën dhe popull vetë autokton ato toka. Por mos mendojnë tani këto shtete fqinje me fokus Serbia, po as Maqedonia, që po pretendon të zhduk gjuhën, as Greqia që i ka zhdukur fare çam. Se do të mundet me i diskriminu pafund. Sepse Shqipëria po ngritet një superfuqi e Ballkanit në aspektin e integrimeve dhe pozicionimit që ka në sigurinë globale botërore. Kosova do të jetë vendi ku vendoset komanda e forcave të NATO-s për Evropë. Dhe këto shtete dhe këto popull do ta zhvillojnë një diplomaci dhe kanë detyrim, bile Shqipëria ka kushtetues, që të mbrojnë komunitetet e tyre në të vende. Prandaj, këtë shqetësim Serbia e ka real në kontekstin se fundi i Serbisë do të jetë mu në diskriminimin e komuniteteve jo serbe brenda vendit vet. Mos harrojmë se shqiptarët e Kosovës lindore janë shqiptarë autokton në trojet e veta. Dhe ata do ta ndërtojnë identitetin aty ku janë. Nuk mund të ketë reciprocitet që provoi Albin Kurti dhe veton surroi me ato filozofinë e tij kozmopolitane me serbet kolonial që i kanë sjellë vitin 56 regjimi Rankovicit e i Titos në komunat e Veriut.
nuk kanë reciprocitet, nuk qëndron reciprociteti mes tyre. Këta janë kolon, ata janë autokton. Mos harrojnë se në Sanxhak po rikthehet ndjenja nacionale. I kanë asimiluar, i kanë dhunuar, i kanë friksuar. Në Malzi ashtu nuk mund, në Malzi as pastrus nuk gjen vend pune pa pas mbiemrin Viç, e ki ala mbiemrin do të mi bo Aloviç, për më mujt me hi pastrus në komunë apo në objekte të shtetit. Prandaj këto diskriminime do të marrin fund. Ndjenja e shqiptarëve do të ngjallet nëse kanë qenë fjetur. Fakti se ne po ndërtojmë një identitet shqiptar në Kosovë, në Shqipëri, kudo do të nxjisë edhe këta të ngjallen. Edhe çameria është ende çështje gjallë. E dini se unë njoh plec çam që kanë qenë fëmijë dhe kanë përjetuar dëbimin nga zerva dhe masakrat që janë bërë. Çfarë bandej këta? Po nuk ka vdekje çështja shqiptare në për vendet ku këta diskriminohen rreth Shqipërisë dhe Kosovës. Prandaj po, duhet ndjen të shqetësuar Serbia, sepse në Vojvodinë shumë shpejt do ta ketë Republikën e Vojvodinës. S'mundet me diskriminu hungarez dhe gjermant atje të rjetën. Kështu që këto e në shqetësimet e Serbisë, prandaj e bën zhurmën e madhe të Kosova, cila është akti kryer, për shkak gabimeve tona, sjelljeve tona jo korrekte brenda shtetit, siç bëri kjo qeveri, dhe e stërkeqi raportin me BE-n dhe NATO-n dhe SBA-n, kjo do të rikuperohet sepse ky popull nuk e lejon këtë tumor që t'ia dëmtoj trupin e brysht i cili po ndërtohet. Qartë. Mirë.